Të gjithë hani hurma arabie, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës dhe diabetit. Përfitimet shëndetësore të hurmave përfshin largimin e kapsllëkut, përmirësimin e çrregullimeve të zorëve, përmirësimin e shëndetit të zemrës, anemisë, problemet të ndryshme siç janë edhe ato abdominale të tjera. Në fakt, përfitimet e tyre masive shëndetësore i kanë në hurmat edhe një nga përbërësit më të mirë në zhvillimin e muskujve. Sipas një studimi, tani është e pranueshme që hurmat të ndihmojnë edhe në parandalimin e problemeve abdominale. Ekspertët tregojnë se përfshirja e shpeshtë e hurmave në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë që të merrni një sër përfitimesh. Pasi trupi fillon t'i absorbojë vlerat e larta të tyre, ato hyjnë menjëherë në organizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu, sistemi nervor përfiton shumë nga konsumi i hurmave, sepse ato janë të larta me sasi të mira të kaliumit. Hurmat janë një ushqim i ëmbël që mund të rregullojnë edhe proceset e sistemit të tretjes dhe të sjellin një sër vlerash të rëndësishme për organizmin. Në këtë video, sipas Teptuel, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i hurmave në çdo ditë në dietën tuaj. Hurmat janë të pasura me lëndë të mira ushqyese. Gjëja e parë që ju vini ndërmend është se hurmat arabe kanë përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk keni nevojë të merrni të gjitha këto përfitime ose vitamina kur ju konsumoni të paktën 3 hurma çdo ditë. Ato përmbajnë nivele të mira të bakrit, kaliumit, gjithashtu edhe fibrave, manganit, vitaminës B6 dhe magnezit. Hurmat arabisë do të përmirësojnë tretjen e ushqimit. Hurmat arabe janë një ushqim i cili do të ofrojë gjithashtu shumë përfitime për tretjen. Nëse keni çrregullime të zorës së irrituar, kapsllëk ose edhe probleme të tretjes së ushqimit, hurmat arabe mundet t'ju ndihmojnë, pasi janë pjesë të pasura me fibra që përmbajnë dhe reduktojnë riskun e problemeve të zorës së trashë dhe gjithashtu lehtësojnë edhe komplikacionet e saj. Hurmat arabe janë shumë të rekomanduara edhe për trajtimin e problemeve të hemoroideve. Ato janë një lehtësues shumë i mirë i dhimbjeve. Hurmat arabe kanë nivele të mira të magnezit, i cili është një antiinflamator shumë i rëndësishëm në lehtësimin e dhimbjeve dhe ndihmon gjithashtu edhe kundër enjtjeve. Studimet kanë treguar se magnezi te hurmat arabe mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit arterial dhe uljen e riskut të sëmundjeve të zemrës, si dhe mikpritjes së inflamacionit, siç është edhe Alzheimeri. Hurmat arabe gjithashtu janë mjaft të rëndësishme për tensionin e lartë të gjakut dhe gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Magnezi që ndodhet te hurmat arabisë është i dobishëm kur është fjala për presionin e lartë të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe për presionin e lartë të gjakut, por edhe ngrënia e këtij fruti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër inflamacioneve. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht që dietën tuaj ta pasuroni me produkte që hurmat përmbajnë. Kaliumi te hurmat arabe është shumë i dobishëm sepse ai ndihmon që zemra të punojë më mirë dhe të ulë edhe presionin e lartë të gjakut. Gjithashtu, përveç kësaj janë bërë kërkime për të përcaktuar nëse hurmat arabe kanë ndikime në goditjen e zemrës. Në fakt, ka pasur edhe 7 studime që provojnë nëse magnezi ndihmon gjithashtu në zvogëlimin e goditjeve në zemër me rreth 10% për çdo 100 mg magnez që ju hani në bazën ditore. Volantimi është publikuar në gazetën amerikane Clinical Nutrition dhe tregoi qartë se hurmat arabisë mund të ulin në riskun e goditjeve në zemër. Hurmat arabe bëjnë trurin të punojë më mirë. Ka pasur edhe një sër studimesh të kryera mbi këtë përbërës të hurmave në lidhje me shëndetin e trurit dhe është treguar se kur ju keni më shumë nivele të mira të vitaminës B6 në sistemin tuaj, truri juaj do të punojë më mirë. Kjo do të thotë se ju do të merrni më shumë vitaminë B6 përmes konsumit të hurmave dhe memoria do të jetë më saktë dhe do të thithë informacionet më shpejt. Hurmat arabisë ndihmojnë për të mbajtur mendjen tuaj më të mbrehtë dhe të gatshme për të mësuar. Hurmat arabisë përmbajnë vitamina dhe minerale të rëndësishme. Ato përmbajnë vitaminën A, e cila ndalon verbimën, ngre imunitetin dhe membranat e mukozës, luaj një rol të mirë kundër radikaleve të lira. Vitamina B1 që gjendet te hurmat
ka veti të mira në zhvillimin më të mirë të organizmit, gjithashtu edhe furnizon atë dhe sistemin nervor, muskuj dhe zemrën me element ushqyes. Vitamina B2, e cila gjendet te hurma, do të ndihmojë edhe në rëndësinë e lëkurës dhe zhvillimin e aparatit tuaj tretës. Ndaj përfshirja e hurmave në dietën tuaj, sipas ekspertëve të Healthline, është një nga alternativat më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ju mbasi nuk e dini faktin se hurmat e arabisë, përveç se janë shumë të shijshme, kanë edhe vlera të larta ushqyese në dobi të organizmit. Në këtë video do ju tregojmë disa vlera që do t'i merrni nga konsumi të paktën 3 hurma çdo ditë në dietën tuaj të përditshme. Hurmat e arabisë janë shumë të pasur me ushqyes dhe të pasur me magnez, fiber, vitaminën B6, gjithashtu kalium dhe bakër. Sistemi tretës do të përmirësohet kur ju konsumoni të paktën 3 hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë bën mirë kundër problemeve të kapsllëkut, gazrave, frymëmarrjes të dobët, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave do të garantojë këtë, si dhe do të përdoret edhe për trajtimin e problemeve të hemoroideve, kështu që është një qetësues efektiv kundër inflamacioneve tuaja dhe do të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që hurmat e arabisë t'i keni pjesë të dietave tuaja, për sa kohë i konsumoni me kujdes dhe brenda sasive të lejuara, ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i plotë, më i fuqishëm dhe do të parandalojë një sër efektesh negative. Hurmat do të qetësojnë gjithashtu edhe problemet e dhimbjeve. Hurmat e arabisë përmbajnë nivele shumë të mira të magnezit, i cili është i njohur si një nga përbërësit më të mirë anti-inflamator, si do tillë të cilët evitojnë problemet e intjes dhe dhimbjeve të shkaktuara kryesisht edhe ato nga artriti. Ato janë në vërtet efektive në lehtësimin e komplikacioneve dhe do të rrisin përfitimet e shëndetit tuaj, sidomos të shëndetit të zemrës. Gratë shtatzana mund të përfitojnë gjithashtu ndjeshëm nga konsumi i hurmave të arabisë. Është vërtetuar se hurmat e ndryshme arabe mund të luajnë gjithashtu një rol të pozitiv edhe në humbjen e kilogramëve pas shtatzanisë, si dhe do ta mbajnë trupin më të shëndetshëm gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar në studim që kanë marrë pjesë rreth 70 gra, ku është parë se gratë që konsumonin hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë patur një proces lindje me më pak dhimbje. Hurmat arabisë janë efektive në rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe parandalimin e goditjeve. Presioni i lartë i gjakut mund të rregullohet kur konsumoni hurma, pasi ato përmbajnë nivele të mira të magnezit. Kaliumi gjithashtu njihet për luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare, kështu që është thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë në parandalimin e riskut të goditjeve, gjë që është botuar në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur do të rregullojë gjithashtu funksionet e trurit në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasura me këto vitamina që ndihmojnë në përmirësimin e memorjes, funksioneve njohëse, përqendrim dhe në fokus. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj, sipas ekspertëve, mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër komplikacioneve. Hurmat janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve. Hurmat arabe kanë veti të larta antioksiduese, këto përfshin polifenolet, karotenoidet, gjithashtu edhe elementë të tjerë të cilët ndihmojnë në menaxhimin e riskut të sëmundjeve të ndryshme kronike. Hurmat arabe mund të mbështesin shëndetin më të mirë të zorëve. Studimet mbi fibrat vazhdojnë dhe mbështesin rolin e tyre në shëndetin tretës, duke nisur nga nxitja e mikrobiomës së shëndetshme të zorëve deri te reduktimi i riskut të disa gjendjeve afatgjata. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet të zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të fibrave, polifenoleve. Ky i fundit gjithashtu ka përfitime të dobishme antiinflamatore dhe antimikrobike. Hurmat do të ndihmojnë me shëndetin më të mirë tuaj të kockave. Hurmat janë një burim i mirë i mineraleve miqësore me kocka, duke përfshirë fosforin, kaliumin, kalciumin, magnezin si dhe vitaminat. Ato mund t'ju lehtësojnë edhe lindjen natyrale dhe të zvogëlojnë gjithashtu dëshirën për sheqerna të ndryshme gjatë ditës. Ai konsumi i duhur brenda normës mund të jetë alternativa më e çmuar për ju.
Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanin atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.